Më të veçanta, Tiro, që ka sjellë fëmijë e vegjël, të cilët simbolizojnë të ardhmen me bucelat me ujë, me lule kuqeve bukura, me kapelet dhe me një lekë tradicional, bashkë me draprin pa të cilin ne nuk mund të takorim dot grurin tonë. Kostume të mrekullueshme, të kombinuara kaq bukur me traditën tonë. Vajza të fishme, kaq eleganta dhe të bukura, siç mund jenë vetëm vajzat e fjerit. Dhe një tjetër shkollë, kaq të bukura, vajzat me stilin cowboys, country, janë të vajzat që përfaqësojnë shkollën Flatrat e Dijes. Një duhet të kiti dhe për të shkollë dhe vajzat e tyre. Vio parada tjetë kaq fantastike dhe ne lexojmë një parull, ne mbjellim e rrisim e ndjejmë jetën ashtu si gruri. Faleminderit për këtë mesazh fantastik që na përcollët grupi i vajzave dhe i të rinjve që po parakalon tani në paradën tonë. Një tjetër shkollë jo publike e cila ka kostume fantastike, shkolla Arkea që edukimi që ndërton të ardhmen në moto dhe filozofinë e kësaj jemi dhe sa komunitet i madh që jemi ne. Dhe një tjetër shkollë është shkolla artistike. Shkolla artistike këtu në Fier që ka një grup vajza të veshura me të bardha, ashtu si nga antikiteti që na përcjellin një mesazh të bukur që arti dhe muzika janë gjithmonë bashkë. Nuk kemi mbaruar, sigurisht që nuk kemi mbaruar, sepse kemi një tjetër shoqat fjerake në Greqi, Niceqia. Një shoqat në fakt që e përshëndesim, ju urojmë mirëseardhje nga larg, kanë udhëtuar nga larg për të qenë në vendindjen e tyre, në këtë